Përshëndetje miq të dashur, mirë se veni të dan gjellin analizë. Shkojna me vizën e radhës Ardian Gjini. Ardian Gjini e paska kritikue prom fort Albin Kurtin. Amo nuk e di me çfarë preteksti. Kështu që miq, shkojmë të dëgjojmë, lutem të diskutojmë së bashku. Se Kuvendit Kosovës të zgjedh kryeministri i Kosovës, çat flamur me cilin unë kom luftu, ajo fshi. Gjini, shumë mje kam burë shë burë dhe jetë. Me qatë flamur, Albin Kurti është ku në burg. Ma bre burë më s'ja hopni. është turp. Edhe këj ka luftuë. Po me t'njeti flamur si kur ti. E nuk më shef. Nuk më shef. Pyti komandantat, komandant Remin. E shumë tjerë. Kështu që mos e turp, për bes turp. E këni degradu vetën në atë shumë, sa që kur po e shen njën në televizor për bes, po vjen me vjell. Politikisht, Gjini, për respektoj politikisht, jo personalis kom kur që absolut, si politikan. Kur dash me fol, me akuzu, një kryeministër, që është si kristali, i paq, e ti e në dytë, e thujnë, gazetet, e thujnë televizionet jone, se unë s'kum po, kalzojnë pasurinë tonë maramense, e ti me dalë me fy. Po s'ki faj që të na thujnë një fjallë pëllore, a i myti, të mytë. Munohet me të mytë. Shkojnë me që. Po të e marë qatë flamur të e qitë qatë. Brukselit, Berlinit, Washingtonit, Londres, Parisit, o të i thonë, unë nuk e du që të shtetin që e kom. Pse? Po çfarë arsye për dhëtë? Ka tërë këj lajma, unë se pas në një asë në herë vëllaj. Unë e di vëllaj që presidenti i Francës, Macron, i ka thonë bravo të koftë. Nëse e manë men Gjini kur ja tregoj historinë e mbretëreshës Francës. E ti po dherë këtu para televizionit për genina shqyqare, ma borë se zbanë. Për bes nuk banë. S'ka hije bre? Banë në bre thuni stop. Stop. Dej s'tash kom vje dhe kom bo qas kom bo. Po s'tash du me punu për Kosovë. Du me bashkëpunu për Kosovë. Boll. Nëse në dish që ka zot, nalë thuj boll. Thuj dhe aty në tuve, boll. Se ti e kukull. Aty. Aty dhe ishe Ramush Haradinaj. Ti e veç kukull, e dahuti. Amo boll, amoni e kofë, boll. Boll se i knash shkijet. Kërkon tjetër, vetëm shkijet i knash. Shkojna miq? Spedu. Qaj është mesazhi? Të thonë që në Kosovë janë veç 110 deputet, jo 120. O të i thonë nuk pe du që të shtetë. Po pësha, fort po tjesën shkijet o Gjinja. Qash marak të pas kam bo shkijet tyja, qash zot po të vika ty që Albin Kurti s'pilaka në parlamenta, hajde patriot, hajde. Hajde lufta jote, hajde. Hajde flamuri kuqezi, hajde. Apo? Shumë po të dhimin ty, se Albin Kurti po thot, këta nuk bon me hi në salë, sepse në kriminela. Kanë bo akt terrori. Le të dërzojnë Radojqiqin, tani, vazhdojnë. Po tis po tani në farë për Radojqiqin absolut. Se po gjetë që ju ka djekë fort, se për ndryshe si kështë përmen. Për bes për ndryshe si nuk kështë përmen Gjini. Me këtë qarë e për thonë. është turpi i botës ti që për thu kom luftu me atë flamor me thonë s'po i përmen 120 për përmen 110, sa ta 10 djetë kush jënë. Që ata që kanë dashme për mardu Kosovën. Mas lufte, jo, pare lufte, mas lufte. Që ata që në avrajtë në Afrin Bunjakun. Organizata ty në, po.
Po ky guzim, po merr guzim me dalë me fol para televizione. Po respekt Gjini. Bravo, respekt. Një respekt madh për Gjinin, kryetarin e Gjakovës dhe kryetari i partisë. Shkojnë miq. Tu e dhunu kushtetutën për çdo ditë me pikë qëllimit. Me pikë qëllimit. Edhe këto që 2 vjet, o të i thojnë krejt botës nuk për e du që të shtet. Në gjëri. A je ka e fut pe korneri. Pe që ka e ka fut, për bes, pe korneri. Për shta u këthy 16% teritorit, për shta u hiq dinari, për shta u hiqen tablat, për shta u hiq tabelat, për shta u mshilin komunat ilegale, për shta u këthy kufini atje në vend, për shta u hapen në stacione policore në Mitrovicën Veriore. Je ka gënjen së je i madh, dëshmetar të tërë për bes. Pra po thëmë, politikisht, po të foli jo, se ti mundesh me konjeni ma i mirë njët private. Se të diskutoj fare këtë punë. Po për politikan, për marrant, madhe dhe vergji, për probleme gjithë. Unë e di që politikë rajnë. Unë e di që politikanë rajnë këtë botën. Po kur vje puna për vatan, këtë botën bëhë bashkë. E ju për vatan për rani. Ju për vatan për imronë shkjetë. është turpi i botës. Është turpi i botës. Shkojnë miq? Kosova është kriju me mullin edhe me gjakun e popullit tonë, djemve dhe vajzave më të mira tona. Por na jemi të vetëdijshëm që nuk ish kriju mos me pas ekzistu shtetja ndërkombëtare. Mos me pas ekzistu shtetja e Amerikës edhe Evropës. O gjini, o njeri i mirë, o ignorant, mos i gënje popullin. Pa ma një shtet, ose një luft, të paren, dytën botërore, kush ka luftu, që ka fitu pa një mund njërin tjetërit. O gjini, mos dil me rajt, o burr. Këtë botë e adim, që një mund luft, një mund një mund tjetërit. Bashkëpunojmë për mund një tjetër. Edhe neve na kanë një muë, po i kanë pasur interes të vetë, pa tjetër. O rancë, politikisht, o dallavergji, këto du të me thonë vetë Ahmeti, që të ka aty për para, analisti, pa i o për tutët, o ka respekt, dy sene janë. Është turp, dëshmetar turp që e ka thu. Këtë botë adin që në luft bashkëpunojnë njështë, i një mund një mund tjetërit. Qysh në ka një mund neve? Qysh na tash për shkune me Amerikë, për i një mund një kuj tjetër? Fëse këja. Lej këto palavra, lej këto ranë. Din, kush do që pretendon ndryshme, qof bashkëluftari jemi, qof kush do qof, e me eufemizëm po thëmë, fort gabim, na dim këtë punë, nuk ka njëri normal që nuk e din. Ti e gabim. Që po, me munin, e me gjakun, e me djersën tonë, e me insistimin tonë, po gjaku, djersa, muni, jo, nuk kish mjaftu nëse nuk ka ekzistu në shtetja ndërkombëtare. Samir po thu, gjithë e dim, pa përjashtim Albin Kurta, po, që po thu kjo ikë. Këto tjera vetë me kom tua. E dyta, po të arri përsëris, pa bashkimin evropian, pa Amerikës që mund të fitu. Sikur Franca me Gjermanin, pa ndimin e dikujt që mund të fitu. Apo Rusia kundër Hitlerit, apo Amerika, apo e tjetra, mos i përmeni me emna. To me dim. Veç shpjegoj mirë. Ti, po del, peshon Albin Kurtin, kur presidenti i Francës ja ka dhonë dorën, ka dhonë bravo të kuft. Dëshmetar turp për bes. Po ja turpi së ka kërkon miq. Edhe asard janë gjini se mit. Shkojnë miq. Që ka prodhu ajo mbështetjen ndërkombëtare? E ka prodhu një kontratë që e ka bë Kosova në vitin 2007 për me shpall pavarësi. Se na kem pas shpall një herë përpara.
E kem pas shpoll, një 10 vjet përpara, e kem pas shpoll. Po s'na ka vyt gjo pa botën. Tash çka jemi të bona si Kosovë, me këta njerëz që e kanë uzurpu pushtetin sot, jemi të tregu që na nuk jemi të gatshëm me qëndru në kontratën në cilën kemi hyrë. Me që po më sfidoj. Bashk që kjo është, që për thotë, po, unë di me edhe shtetin, unë di me mbrojt kufit e shtetit. Bashk që kjo është. Nuk thot, Radojqiqi është i zoti që asaj shpijen atona, Radojqiqi është vaj forti që anena. Evropa i donë, bota i donë Albin Kurtin. Që thot, boll është boll, këtu jam une. E ju vini mas meje, se këtu është Kosovë. Nuk është Serbi. Shkona miq? Me që po më sfidon për kuvend ujmë tënë, konformistat kreta vend, për çdo natë të jënin që tu tënë kanë faj. Kush ka faj që nuk jemi të zhjith kryetarin e kuvendit? Ju. Kush ka faj? Tënë kanë faja? Unë kanë faja? Aleanca ka faja? Pse po kapës për kryetar parlamentit o zotri? Po kur e formoj ma herët kryetarin e parlamentit, kur e formoj qeverin, a vatut presidentën, Orranc. A mos del me rajt vresët tërë bre. Unë e di, Albin Kurti di ku keni halën ju. Albin Kurti e di shumë mirë. Formua këto me koqit prap në presidencë, me thonë qëra Albini ka fajt. O e një rand. O dëshmetar tërp. Dëshmetar tërp o burë. A ki familje vëlla që del të kritikon dikush vëlla, mos din me rajt ka shumë o burë. Politikisht ta s'kam kur gjohë. Politikisht po thonë prap, për e personisht që mos me kujtu popullit që kom diçka me ty në burë. Unë thash, po thonë edhe njëherë, na mune më taku me pje dhe kafe burë, ti më shpikon njëri maj mirë që gjithë po më thilë me gëni shtëbre se tërbe, se hup njëre vete autoritetin. Kujtoj që ne po daljem, nuk e dim që pse për kërkoni ju kryetarin e parlamentit me formu qeverina. Kua presidenta? Formone presidentin, votone presidentin, edhe këshyre tani Albin Kurti a bon qeverina se bon qeverin. E tani aty, nëse Albini se nuk e formon qeverin, atëre ju e keni votën time. E shumë diasporës, që bashkëpunojnë bashkë me ta. Po të garantoj, po të betohëm, që shumë vota keni marrë. Nëse Albin Kurti nuk e formon qeverin, masi të votoni presidentin, apo presidentin. Këto fore, që t'ja dikuj tjetër, o gjini, shqitja aty në Peja, në Gjakova, në Glozgjana, ku jem su mi shqit, po kënej nuk shqitën. Që të mos ka vushtëria, kënej ka jemune. As Gjakovani të s'ka mujtë me boven, ka hi kanë vikë se këto, po ti malë kanë vot me kanar. Nëse nuk e din, shkru me të kazoj, cila fore është kjo. Ashtë turpi i botës. S'kemi heq faj, që s'pi zjedh kryetarin e kuvendit një njëri, e ka bloku shtetin. Pse duhet në studio televizive me thonë, tonë kanë faj. Që keni faj, ju keni faj. E gjetëm Kosovë pas... Ngotash. Në falni me qa? Sa për fëmijë, pa paga për gratë lehona, dhe me pagë minimale 130, respektivisht 170 euro, por me politikan milioner. Sot, paga minimale 500 euro, paga për gratë lehona 500 euro, 2 fishim të shtesa për fëmijë gjatë mandatit të ardhshëm. Ndërsa për politikanët milioner është byroja për konfiskimin e pasurisë së pajisifikueshme për të vendosur drejtësi e barazi për të... E këtu është problemi, gjeni. Këtë probleme e kiti. Jo Albin Kurti. Këtë probleme e kiti. Gjeni, sa miliona e ki? Qfar pasuri e ki, gjeni? Qfar ke pas para lufte, gjeni? Qka kanë pas popli, thmija, mas luftës, nënat jehona, sa pare kanë marë? Gjera. Thmija, sa pare kanë marë? Gjera. Ti, sa pare ke marë mas luftës, gjeni? Këta të regoja poplit. Jo mu së në di. Miq, ju përshëndes, Zoti ju rujt mirë pashëve të radhës.